pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Ball për ball me Perëndin. Besoj atij. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat e tua sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Kto ishin fjalët e Jezusit kur dishepujt e tij erdhën tek ai dhe i thanë: Zot, na mëso të lutemi. Asgjë nuk është më thelbësore se sa ushqimi, dhe kur nuk keni ushqim, ju dilni ball për ball me Perëndin, duke i lutur atij që ta plotësojë atë nevojë. Kur ai e bën këtë në një mënyrë ku ju e dini që ishte ai që e bëri, ju rriteni në besim. Guy dhe Audrey Duffield e patën këtë përvojë, një vit para se Perëndia t'ju jepte një vajzë, që 23 vjet më vonë u bë gruaja ime. Ja se si e përshkruan vjerri im këtë. Në vitin 1935, unë dhe zonja Duffield po drejtonim një kishë të vogël. Ishte kisha jone parë pasi u martuam. Pas disa vitesh, ne kuptuam që shërbesa jone atë vend përfundoi. Ndaj folëm me kreun e atij vendi rreth mundësisë për t'u shpërngulur. Ai na ofroi një kishë tjetër për të drejtuar. Raportet mujore nga kisha e tij tregonin se ajo kishë kishte një numër më të konsiderueshëm antarësh se sa ajo që ne po drejtonim. Nuk po them se kjo nuk ndikoi në vendimin ton për të shkuar atje. Sidoqoftë, kur mbërritëm atje, ne kuptuam se kjo bashkësi më e madhe në numër dërgonte raporte mujore jo vetëm për njerëzit në kishë, por edhe për ata që nuk ishin antar të kishës. Në fakt, bashkësia ishte shumë më e vogël në numër se sa kisha që kishim lënë pas. Gjatë drejtimit ton të kësaj kishe, ne mësuam se paga jon javore do të ishte vetëm $10. Ishin kohë gjatë depresionit të madh. Vetëm një burr nga kisha kishte një punë të qëndrueshme. Padyshim që ne u befasuam nga këto rrethana dhe pyesnin vetëm si do t'ja dilnin mban. Kishin vetëm disa ditë që kishim arritur atje, kur një fermer futi kamionçinën e tij të vogël të bardhë në oborrin ton dhe la një thes 45 kilogramësh me patate në hangarin ton. Zoti Smith tha: "Kur këto të mbarojnë, më njoftoni që t'ju sjell një thes tjetër." Ne falenderuam atë me një zemër mirënjohëse dhe e përshëndetëm kuriku. 45 kg patate, na dukej vetja milioner. Ne ishim të pasur. Mund të bëjmë gjëra nga më të ndryshmet me këto patate. Mund t'i zgjejmë, t'i pjekim, mund t'i skuqim, mund t'i bëjmë qofte, mund t'i bëjmë të mbushura e të tjera. Ato patate na shijuan shumë. Por pas disa javësh, unë vura re se patatet në thes po paksoheshin gjithnjë më shumë. Më pas u kujtova për vlla Smithin, i cili na tha: "Kur këto të mbarojnë, më thoni që t'ju sjell një thes tjetër me patate." Nuk e di nëse ishte krenaria apo kokfortësi, por nuk mund t'i telefonoja më vlla Smithit dhe t'i thosha: "Vlla Smith, na duhen më shumë patate. Më mirë të hidhesha nga një shkëmb." Por rash në gjunjë dhe ju luta Zotit: "Perëndi, a mund t'i thuash vlla Smithit që ne kemi nevojë për më shumë patate?" E po nuk u bën as 2 javë pas kësaj, kur kamionçina erdhi sërish te ne, dhe vlla Smithi shkarkoi një tjetër thes 45 kilogramësh me patate, madje shkarkoi edhe 2 të tjerë. Kur unë pash në thesin e parë që ai kishte sjell dikur, atje kishin mbetur vetëm 2 patate. Ne u bekuam shumë. Ishte madhështore të mendonim që kishim një Perëndi i cili na donte aq shumë sa të numëronte patatet në thes. Ajo përvojë thjesht na ka shtuar besimin tek Perëndia në vitet që pasuan, që të mblidhnim $10,000 për punën tonë në Zotin. Pali kishte të drejtë kur tha: "Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus." Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.